Shuhet ish kryetari i shoqatës patriotike Hilmi Saqe. I mbijetuar e masakrave greke, themeluesi i shoqatës patriotike, kryetari i kësaj shoqatës në vitet 1997-2000, zoti Hilmi Saqe ka ndruar jetë në moshën 89 vjeçare në Spitalit të New Yorkut. Dhe u i let i qoftë kësaj ikone të çamërisë. Hilmi Saqe kishte mbijetuar masakrat e greke ndaj popullit çame dhe pa dhe përjetoi tragjedinë në sytë e një fëmie 8 vjeçar përmes dëshmive të tij autentike për genocidin botuar në disa libra dhe artikuj. Ai ka prezantuar dhimbjen çame dhe nuk keshti për masakrën deri në frymën e fundit. Ne ikëm të detyruar nga çameria nuk ikën kurrë nga ne. Këto ishin fjalët që shqiptonte sidomos gjatë bisedës dhe intervistave. Saqe, i cili doi 17 vjeç në Shtetet e Bashkuara së Shtetit Amerikan, apeloi për drejtësi dhe njohet genocidit nga Greqia, duke deklaruar se Greqia përpiqet të mohojë masakrën për përnjollën e turpit për vendin që pretendon të jetë vend me qytetërim të lashëm. Ai kishte lindur në Grikor të Gumenicës, por nuk arriti ta shihte atë vetëm kur mori pasaportën amerikane në vitin 2021, shkoi në shtëpinë e tij. Nga dhjetori i vitit 1990, në vazhdim si u aktivizua së bashku me shumë të tjerë në themelimin e SHPH Çamëria. Nuk ishte arrestuar një numër i kufizuar shtatetarësh, por të gjithë shqiptarët e Çamërisë jetonin në Shqipëri nga Konispoli deri në Shkodër.